Sultani thiri Ferizin, siç e kishte emrin ky burr barbar, një nga kapetanet e tij, me një natyrë të egër dhe të papërtueshme. Për çdo punë dhe i dorëzoi 9.000 kalorës, nga më të zgjedhurit, dhe pasi e mbyti me premtime të shumta në rast të realizonte dëshirën dhe i sillte fitoren, i urdhëroi që të nisej për në Epir sa më shpejt që të ishte mundur, e me kujdesin më të madh, me qëllim që t'i dilte para armikut, para se ky ta lajmëroi për ardhjen e tij. Ferizi, me ushtrinë e vet që nuk ndiej fare, kishur në tokat e Maqedonisë, dhe i fryrë nga një shpresë fort e madhe, po i ndante më kot qysh tani çmimet e fitores së imagjinuar. Për çdo gjë ai vepronte duke ruajtur nga syt 4 nga armiku dhe duke i ngjarë më fort një ajduti se sa një kundërshtari. Megjithatë, nuk arriti dot para se të vinte lajmi për ardhin e tij, sepse Skënderbeu ishte njoftuar për të gjithë këto fill e përpej nga rojet e atyre viseve. Prandaj, ashtu siç ishte në vozitje sipër, gjithmonë me ushtrinë, rregull për çdo të papritur, duke shfrytzuar rastin e mirë, për kohë e për vend, zuri me një herë i pari dhe mbushi me ushtar të armatosur, një lunginë të ngushtë që e quajnë Mokër, e që ishte vetmja rrugë kalimi për barbarin. Ferizi po afroi tani me plurin që sa vinte ngrihej më i dëndur nga këmbët e kuajve. Ishte një shenjë se armiku ndodhej tani më pranë. Ushtarët e Skënderbeut po prisin me një heshtje të pandërprerë, derisa panë se barbari po hynte në luginë, plot gëzim, dhe se kalorësia ishte e rrethuar nga të katër anët prej qafash, prej dushqesh, të maleve dhe prej shkëmbinj shtik. Atëherë u lëshuan të gjithë së bashku e u hodhën mbi armikun që si priste. Ata të dërmuar po thuaj nga vetë vështirësitë e vendit, e sulmuan këmbësorët, numri të cilëve ishte 1500 dhe i grin nga prapa, nga përpara e anësh. Ishin edhe më se 2000 kalorës, por këta i ruanin për të përdorur në ndonjë rast tjetër. Turqit zbën këmbas vend që kishin zënë qysh në fillim, të sulmit të kundërshtarit dhe qëndruan atje duke luftuar qënçe për pak kohë, derisa u duk një farë shpresë për fitore. Megjithatë, poetë të cilët ishin më fort pengesë se sa ndihmë për burrat që i kishin, u bën shkak që të zhdukeshin bashkë me të zotët e tyre. Kështu ata hanin shumë më tepër goditje se sa jepnin, si të ishin të rrethuar, dhe me që nuk e shikonin si mund të shpëtonin rrezikut, luftuan me një qendres për herë më qenërisht, gjërë në vdekje, si rjedhim, e gjithë pothuaj e ushtri, ngeli e vrarë në vend, që zuri e slojti përveç disa të paktëve, të cilët qoftë nga e zeza lakmia për të jetuar, qoftë më por nga mendimi i pashmangshëm, ato kushte, se kishin për të përballuar në këtë rast me vdekje dhe marrë, dhe jo të ndreshme, shpëtuan duke hedhur armët dhe duke u dorëzuar armikut, si lutës. U zun robër 760, pjesa të vrarëve ishte më e madhe. Kështu turqit që vraponin për plaçk, u bën vetë plaçk, dhe i dha kundërshtare një shembull të lezetshëm fitore të llogaritur keq. Ferizi, bashkë me forcat e tjera që i mbetën, kur pas se rjeshtat e parë të ushtrisë së vet ishin zënë në befasi, dhe se armiku ishte përqendruar ndërkohë tek ai veprim plot lavdi, i harroi porositë e Otomanit dhe kryelartësinë e vet që e kishte në gjak, dhe ktheu shpinën e mori sytë e iku para se Skënderbeu, duke kujtuar me një ngjarje aq të papritur në një vend të tillë rrezikun dhe numrin shumë më të madh të kundërshtarëve, dhe duke bërtitur se për një kapetan të rrahur në luftë ishte një merit më e madhe të shpëtonte disa, se sa ti humbiste të gjithë, sidomos kur armiku do t'u apriste kokën si bakti. Megjithatë, kalorësit e Skënderbeut u ngdjen pa ja vaditur ikjen me gjak, përkundrazi, duke u qepur pa ju ndar për asnjë çash nga mbrapa, dhe duke mos e lënë të merrte frymë. Pranë më të shumtë të ushtarëve të shpërndar, pasi ndoqën aq shumë, sa u raskapitën nga lodhja, por jo se u ngopën së vrari. Kështu, pasi mbaruan krejt punët, pa pasur shumë të plagosur nga ana e vet, dhe pasi armiku kishte marrë aratin, Skënderbeu lëshua me të ushtrinë në viset armike dhe i kënaqi dëshirat e saj me plaçkën e zakonshme dhe të ëmbël të luftës.